Sot bota humbi një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara të kohës sonë. Papa Francesku, kreu i Kishës Katolike dhe sovrani i Shtetit të Vatikanit, është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare. I lindur më 17 dhjetor të vitit 1936 në Buenos Aires të Argentinës, me emrin Jorge Mario Bergoglio, ai u bë papa i parë në histori nga shoqëria e Jezusit, i njohur ndryshe si urdhri i jezuitëve. Francesku ishte gjithashtu papa i parë nga Amerika Latine dhe hemisfera jugore, si edhe i pari që nuk ishte lindur apo qenë rritur në Europë që nga shekulli 8 pas Papa Gregorit, me origjinë nga Siria. Historia e tij është një rrugtim i rrallë frymëzimi. Në vitin 1958, pas një periudhe të vështirë shëndetësore, Bergoglio vendosi t'i kushtohej jetës fetare dhe ju bashkua jezuitëve. Në vitin 1969, u shugurua prif. Ndër vite, ai fitoi përvojë dhe autoritet, duke shërbyer si epror provincial i jezuitëve në Argjentinë nga 1973 deri në 1979. Në vitin 1998, u emërua kryepeshkop i Buenos Airesit, ndërsa në vitin 2001 mori titullin kardinal. Gjatë krizës së rëndë ekonomike dhe sociale të Argjentinës në dhjetor të vitit 2001, ai u shua si një zë i fuqishëm i arsyes dhe drejtësisë, duke qëndruar afër njerëzve të thjeshtë. Marrëdhëniet e tij me administratat Enstor dhe Cristina Kirchner kanë qenë komplekse, shpeshherë të tensionuara, pasi ai perceptohej si një figurë që sfidonte politikat e tyre. Pas dorëheqjes historike të Papa Benediktit të vënshkurt të vitit 2013, konklava papale zgjodhi Jorge Mario Bergoglio si pasuesin e tij më 13 mars. Ai zgjodhi emrin Francesku, në nder të Shën Francesku të Asizit, një simbol i përullësisë dhe dashurisë për të varfrit. Që në fillim të papatit, Francesku u dallua për stilin e tij të thjeshtë dhe për qasjen më të përzemërt ndaj detyrës së lartë që mbante. Ndryshe nga pararendësit, ai zgjodhi të mos jetojë në apartamentet papale luksoze të Pallatit Apostolik, por në bujtinën modeste të Domus Sancta e Martae, duke dhënë një shembull për ulësie e thjeshtësie. Gjatë viteve të udhëheqjes së tij, Papa Francesku ka qenë një figurë që ka sfiduar traditat me guxim. Ai e vendosi mëshirën, drejtësinë sociale dhe dialogun ndërfetar në qendër të misionit të tij. Për herë të parë në historinë e Kishës Katolike, ai emëroi gra në pozita të rëndësishme në Kurinë Romake, një hap drejt përfshirjes më të gjerë dhe barazisë gjinore në strukturat fetare. Në deklarata të bujshme, Francesku shpreh se Kisha duhet të jetë më mirë kuptuese ndaj anëtarëve të komunitetit LGBT. Ai theksoi se ndërsa bekimi i bashkimeve të njëjtit seks nuk është i lejuar në kuptimin liturgjik, individët mund të bekohen në mënyrë të veçantë dhe personale. Këto qëndrime u pritën me vlerësime, por edhe me polemika, duke vendosur papën në qendër të debatit publik botëror. Një kritik i hapur i kapitalizmit të shfrenuar, konsumizmit dhe shkatërimit të mjedisit, Francesku e vendosi ndryshimin klimatik në qendër të mesazheve të tij. Ai bëri thirrje për një ekonomi më njerëzore dhe më të drejtë, ku kujdesi për tokën dhe për njëri tjetrin të shihen si mision moral dhe shpirtëror. Në vitin 2022, ai kërkoi falje publike për rolin që Kisha kishte pasur në gjenocidin kulturor ndaj popujve indigjen në Kanada, një tjetër gjest i thellë i pendesës dhe përballjes me të kaluarën. Ndër kulmet e papatit të tij ishte mbledhja e sinodit mbi sinodalitetin, një ngjarje që u konsiderua ndër më të rëndësishmet në Kishën Katolike që prej Këshillit të dytë të Vatikanit. Ajo përfaqësonte vizionin e Franceskut për një kishë më gjithëpërfshirëse, më të hapur dhe më të përulur në shërbim të njerëzimit. Gjatë jetës së tij, ai botoi një sër librash, enciklikash dhe dokumentesh të tjera që mbeten si trashëgimi për brezat që do të vinë. Papa Francesku nuk ishte vetëm një lider shpirtëror, ai ishte një simbol i dashurisë, guximit, përulësisë dhe shpresës në një botë gjithnjë më të ndërlikuar. Ndërsa sot e përcjellim me nderim të thellë, kujtimi i tij do të jetojë gjatë, jo vetëm në historinë e Kishës Katolike, por në zemrat e miliona njerëzve në mbar botën.